krahas veturave kolon u krijua edhe nga njerëzit. Krejt këta jam mësyen varrezave të fshatit rimanisht të Prishtinës, në varrimin e Yahya Mustafës, babait të Salim Mustafës, i dënuar nga specialja me 15 vjet burg. Por mes qindra pjesëmarrësve mungoi i biri dikur komandant Cali i UÇK-s. Gjykata nuk e lejoi të merrte pjesë në lamtumirën e fundit për babain. Ndaj për familjarët dhimbja ishte edhe më e rëndë. Po e humbim një njeri të dashur, një njeri që ka dhënë kontribut, një njeri që ka qenë shtëpi e madhe e lirisë Kosovës. Po e humbim, po ndjem dhimbje edhe sepse se kemi Calin këtu. Për 77 vjeçin e ndjer fjalë të zgjedhura pa të nxematlind. Ndjem dhimbje të madhe për ta, keqardhje që djalin se ka në varrim. Një tjetër që e fort i nervozuar me Hagën. Kjo gjykata është gjykatë e turpit, gjykatë e cilën në këtë shekuj, mes më mujtë më orë me po që 5 vjetë babën e vetë. Për mungesën e Salim Mustafës në këtë ceremoni mortore, dikush e akuzoi edhe qeverinë për mos interesim të mjaftueshëm. Dhe kjo qeveri është dash dje të dërgojë një letër në qendër para burgimit për ta sjellë Calin sot në varrin, pakten ti thot babës vetë lamtumirën e fundit 2 grush të 10 që për mi. Për Yahya Mustafën do të mbahen 3 ditë të pame. Para se të ndronte jetë, familjarët bën 2 kërkesa në speciale dhe lëpën që Calit t'i mundsohet takimi me të atin. Diçka e tillë nuk ndodhi as për së gjalli e as për së vdekuri për prindin e tij.